Mirëmbrëma të nderuar shikues, sot si ditë e hënë që kemi lënë këto bisedat me specialistët, me njerëzit të shuar të fushave ndryshme të kulturës. Këto javët e fundit ju na keni ndjekur, simpatizantë të podcastit tonë, në bisedat me Albert Nikollën, me gjuhëtarin, por më përpara kemi pasur edhe gjuhëtarin tjetër, Agron Dalipaj, të cilët bëjnë një shpeshherë në diskursin e tyre dhe këtu ka unë, apo dhe në mediat e tjera, kur kam dalë, kam pasur shumë kritika ndaj institucioneve tona që merren me këto çështje, konkretisht me akademinë. Para se të fillojmë bisedën me të ftuarin ton të sotëm, që është një personazh shumë interesant dhe i dashur për shumicën e publikut, për atë që ka bërë dhe ka shkruar, dëshiroj të kujtoj të gjithëve ju që ende nuk e keni bërë subscribe kanalin, mos u vononi që të merrni gjithmonë mesazhet nga ne kur idhet një emision në podcastin ton, dhe njëkohësisht t'i bëni like videove, dhe njëkohësisht dua të falenderoj të gjithë sponsorat që ndihmojnë në zhvillimin e këtij podcasti në mënyrë normale. Tash me njerë dëshiroj të prezantoj të ftuarin, është zoti Irakli Koçollari, shkrimtar i njohur, ish antar i Akademisë së Shkencave, dhe me Irakliun kam një lloj simpatie prej shumë vitesh. Takohemi her pas here në panajiret e librit, në evente të ndryshme kulturore, ku përshëndetemi dhe kemi një miqësi të vonë. Jo para 90-s, Ja. Nuk e kam njohur para 90-s Irakliun. Edhe e ftova dhe mendova që të bisedojmë disa çështje që janë me interes të gjerë për publikun dhe që janë në fushën e kompetencës Irakliut. Ndoshta edhe shpresoj që se Irakliu nuk ka qef shumë të dalë në për këto mediat, por shpresoj që për shkak të disa pyetjeve të një fushe të gjerë, nuk e di nëse do të mundim ta mbyllim dot këto pyetjet që kemi përgatitur gjatë një emisioni, një podcasti, dhe nëse do më vinte edhe në një podcast tjetër, do t'i shprehnja falenderimet. Ju falenderoj për pranimin e ftesës Irakli për të bërë këtë bisedë që shpresoj që të jetë interesante. Njerëzit shikuesit mund të bëjnë edhe pyetje të tjera që nëse do vi Irakliu dhe në një emision tjetër, t'ja shtojmë ta pyesim sipas spektrit të interesave që kanë ndjekësit tanë. Irakliu, mendova ta fillonim një çikë që në lashtësinë e ershme të shqiptarëve, dhe mendova të flisnim për çështjen e pellazgjisë, të lidhjes së tyre me lirët në mënyrë të pandërprerë në vijën historike të banorëve që kanë jetuar në territorin tonë, dhe lidhjes së këtyre të fundit me arbrit dhe me shqiptarët e sotëm. Armiqtë e Shqipërisë ose studiues të ndryshëm përpiqen që të tregojnë që nuk ka një lidhje midis këtyre tre fazave të ndryshme historike, mes pellazgëve, ilirëve, arbërorëve dhe shqiptarëve. Ka hipoteza të ndryshme, madje këta që janë pro-islamik ose pro-Osman të thekur, analistë të ndryshëm që dalin në media, të cilët ju referohen disa shkrimeve si një historian në kohën e Turqisë që ka shkruar kujtime tu, ka qenë ai, s'po më kujtohet emri i tij. Evliat Çelebia? Po, Evliat Çelebiu, tash më kujtua që diku ai ka thënë që shqiptarët kanë ardhur nga Irani, ka sjell Turqia, nuk e di se çfarë thot një tezë në vet, dhe këta i mbrojnë këto gjëra, por ka dhe studiues, ju i dini më mirë, të uaj të cilët mund të kenë një farë prestigjë në
vendet e tyre, të cilët përpiqen kryesisht këta slavët, por edhe ndonjë grek, që përpiqen të mbështesin tezën që shqiptarët e sotëm nuk kanë lidhje me arbrorët, por më shumë me ilirët dhe se me arbrorët është pak e vështirë ta mohojnë, por më shumë me ilirët dhe me pellazgët. Unë them ta fillojmë nga pellazgët. Çfarë studimesh ka, kur kanë filluar, kur kanë dalë këto tezat e ekzistencës së pellazgëve, çfarë janë pellazgët në vetvete, sa të shtrirë kanë qenë ata, në cilat territore, kush janë autorët më të hershëm që kanë shkruar për ta, autorët më të vonshëm dhe autorët modern që mbrojnë tezën, qoftë autor serioz, qoftë nga tuajt, por qoftë edhe nga shqiptarët. Çfarë mund na thoni një përmbledhje në lidhje me pellazgjishtën? Së pari më lejo të të falenderoj për ftesën. Është kënaqësi të vi, Fredi. Edhe jo vetëm thjesht për shkak të njohjes, por edhe që nga ato që ndjek që ke krijuar hapësira për t'i thënë njerëzit mendimet e tyre ashtu siç i kanë. Ne shpesh pretendojmë që të thonë gjërat që janë në mod. Në mod, por edhe që janë të provuar saktësisht, por jo gjithmonë ne do të jemi brenda, domethënë mund të gjesh njerëz që të jenë brenda kuadrat dhe formatit shkencor. Do të përpiqem, me që e filluam në mënyrë kronologjike dhe ju më bët pyetjen lidhet me periudat më të hershme të trojave tona antare dhe banorët më të hershëm, atë që ju përmendët pellazgët, sigurisht unë mboloj mesjetën, por studiu serioz, historian vërtet serioz, thonë që nuk mund të kuptohet mirë mesjeta në qoftë se nuk njeh mirë antikitetin. Unë jam një nga ata që mesjeta kur fillon mbas rënies perandorisë romake? Mbas rënies perandorisë romake, shpesh diskutohet se në rënien e Konstantinopolit, po, ose zbulimin e Amerikave. Shekullin e 5 dhe vazhdon pastaj deri në shekullin e 18-19. Ka mesjet të hershme dhe mesjet të vonë. Ato ndahen në dy periudha. Janë njëra nga këto periudha shumë delikate për historinë tonë, për atë lloj pyetje që ju bët, por që do ta shtillojmë pak më vonë, nëse e ruhet vazhdimësia dhe nëse janë bindëse argumentet që thonë që shqiptarët nuk janë autoktonë në këto troja apo jo. Por kjo është periudhë pak me vonë, do ta themi atë. Por të filloj me atë që ju e filluat bisedën me periudha ilire pak a shumë dhe periudha pellazgës si ndahen në histori që njerëzit që nuk i dinë me saktësi këto. Do t'ja them. Ka sepse nuk ka një, do të thotë që dikush të ketë thënë ka thikë, po do t'ja u them. Sepse mund të themi ne që shekulli 5 i 6 para erës së re, që fillon periudha klasike ose shekulli 7 dhe këtej e ilirëve, por në fakt ne pellazgët, referuar gjithmonë burimeve dokumentare, jo dëshirave dhe amëndësive tona, Straboni dhe Herodoti, që janë të shekullit 4 të 5 para erës së re, po para Krishtit, ata janë, dhe kjo është një dëshmi me shumë interes për ne, që fatkeqësisht pak e shikoj, se flasin pellazgët, po nuk i referojnë burimeve konkrete që ta vësh përbar dy provave që janë vërtet domethënëse dhe ato të qëndrojnë. Çfarë thotë Herodoti dhe Straboni për pellazgët? Fatmirësisht, ata të dy përmendin që pellazgët fundet e kësaj popullsie të hershme autoktone kanë jetuar deri në kohën e tyre. Dhe do me thënë, Straboni dhe Herodoti thot në bashkëkohës pikërisht, në fundin e tyre por ama i gjenë. Dhe ai thot që ka një gjuhë krejt tjetër, s'lidhet me helenishten, e thënë me gjuhën e rëndon me greqishten fare, janë një popullsi thot me një kulturë tjetër, janë popullsit vendase, bile ata i gjenë pellazgët deri në Athinë dhe tregojnë dhe një episod interesant aty, që kur kanë shkuar helenët dhe në ato burimet që ka Athina atje, ishin zotër të vendit, ishin pellazgët, thot, citoj gjithmonë burimet, që leri hamëndësit se dëshirat e mia, por flas këto. Dhe pastaj duke ardhur në drejtim të veriut, ata e thonë në mënyrë kategorike dhe nuk lënë shteg për interpretim. Pellazgët janë, thot, edhe thesprotët, edhe molosët, edhe kaon, janë ato që janë fiset të mirëfillta ilire, dhe që bën më pas atë bashkimin e asaj që quhet lidhja epirote më pas. Zona e Toskërisë.
zonët të skris. Të paktën deri aty shkojnë ata që kanë parë dhe që kanë qenë pranishëm. Dhe pellazgët janë një realitet për ta. Fatkeqësisht sot ka njerëz që jo vetëm nuk duan ta dëgjojnë, dhe fatkeqësisht ka dhe në radhët tona. Midis të tjerave, unë do të marr për analogji, dikujt të thotë, po diskutoj një herë për Bylisin. Nëse keni ndjekur një debat, një nga këta historiantë e artit italian, kur vizitoi Bylisin, është figurë e njohur, është edhe smur tani, unë e ndjek atë, është figurë shumë e kulturuar. Tha, po kjo që nga tha qytet ta me që pa ato muret ciklopik. Tha kjo që nga Elene, tha. Dhe një nga historiantani tha, po autorët atik e di çfarë thonë, Skilaksi edhe të tjerët, është tipik qytet i lirë. Sigurisht përpara saj është i tillë. E mora këtë për analogji për të për pellazgët. Dhe thotë, shiko çfarë thotë autori romak, i cili ka qenë atë kohë në Bylis, e i ka vizituar, i ka shkelur, i ka takuar njerëzit. Thotë, kjo është qendra i lirisë, thotë, në qytet tipik i lirë, gjithçka, popullsia tjera me radhë. Kjo atë që pretendon ti. Në Bylis, më fal, se unë nuk jam profesionista, po unë jam amator. Po në Bylis janë kthyer për herë të parë nga pagan, janë kthyer në të krishterë, në shekullin e 6 ose të 7 bullgarët me perandor Samuelin, dhe kur kanë mbajtur atje kanë gjetur priftërinë shqiptar, se në atë kohë nuk kishte filluar skizma e ortodoksizmit midis katolicizmit dhe ortodoksizmit, dhe aty kanë dendur me ata priftërin perandori bulgar dhe i ka pyetur çfarë është ky krishtërimi, ma shpjegoni, dhe disa ditë ja shpjeguan ata. Tha, ore që ka fe bukur kjo, do bëhem dhe unë, tha, kështu monoteista, do bëhem i krishterët. Edhe u bë, dhe i thanë këta, po mirë, i thamë, ti bëj dhe ushtarët tash, dhe ky tha, do t'i kthej unë dhe ushtarët, po si do t'i bindesh gjithë, tha. Ja, tha, do t'ju them, tha, që ju më keni bindur që kjo është rruga më e mirë dhe do t'ja u kërkoj dhe atyre që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë. Edhe i thanë, po si mund t'i pakëzosh gjithë ata ushtarë? Edhe i thotë ky prifti, se këta e pakëzohen më vete. I thotë, do marrë një shqopë, tha, si fshesë, tha, dhe një kazan me ujë, ku diun çajin ato që përgatitin priftërinë, edhe fuste atje dhe pasi ata pranuan të pakëzoheshin, i që nga një vend i lartë atje, i lagte ushtarët, se i theshte në emër të Atit, Birit, Shpirtit, ato ritualet, edhe i kthevin në të krishterë bullgarët. Ka që i rëndësishëm është Bylysi. Më falë për në ndërprerjen. Kisha fjalën tek, domethënë, është nuk është një imagjinare që mund të themi me kujtime, siç u shkruajt Iliada, që ishte ngjarjet kishin ndodhur 300 vjet përpara se ta shkruante. Ata ishin realisht atje. 500 vjet para. Këtë po. Dhe këtë s'mund ta mohoj këto të kush. Jo vetëm kaq, po ata lanë gjurmë të rëndësishme në kulturën e tyre, dhe ajo që është më rëndësishme akoma, pellazgët lanë shkrimin e tyre. Ata që ne i themi ne sot shkrimi grek, është shkrimi pellazg. Grekët e morën epigrafin e pellazgëve, shkrimin me ato gërë, dhe ne shpesh i themi tani shkrimi grek. Në fakt ai është shkrimi pellazgëve që e morën elenët prej tyre. Do të thënë, ishte një popull që kishte një kulturë të caktuar, kishte një realitet, kishte edhe atë që përmendëm pak më parë, një shkrim të caktuar. Për të janë bërë studime të shumta. Historianë tanë janë marrë me pellazgjishtën serioz. Të parët që janë marrë janë mbas këtyre që citove ti, bashkollëve Herodotit. Jo, më pas, më pas nga shqiptarët janë arbreshët të parë që janë marrë. Së vërtet, ata kanë punimet e para mbi historinë dhe lidhjen Pellazgo, Ilire, arbrore shqiptare që përmendet edhe ju. Ata për herë të parë kanë thënë mbështetur gjithmonë mbi, janë një pjesë e rilindasve tanë, por edhe rilindasit tanë janë mbështetur tek arbreshët, të cilët patën studime serioze. Por duhet të thënë edhe një gjë tjetër. Kamarda, Derada. Po. Por duhet të thënë një gjë tjetër. Megjithëse kjo nuk i shkon për hosh grekëve, ka studiu serios grek që janë marrë me problemin pellazg dhe që pretendojnë hapur në studimet e tyre, edhe në konkluzionet e studimeve afatgjata që ata kanë punuar, që origjina dhe pasardhësit e mirëfillt organik të pellazgëve janë ilirë dhe mbas ilirëve janë shqiptarë. Për shembull, unë mund të përmend këtu, kanë dëgjuar gjërat duhet thënë në mënyrë konkrete dhe duhet thënë me saktësi. Ajo çfarë na takon, ajo çfarë u takon tjerëve, u takon tjerë. Është Thomopoulos. Thomopoulos ka qenë profesor në Universitetin e Athinës. Është vitin 1000. Kur ka jetuar? Në Athinë. Kur? Në vitet 1908 ai ka botuar librin e tij me periudhën më të gjatë
të studiuar, gati ka punuar 25 vite për të botuar çështja pellazge. Ky mund të ishte Armanides apo? Nuk e di ta them, që të jem korrekt, se di. Por profesor në Universitetin e Atinës dhe është ka librat, ai është marrë vetëm epigrafit pellazge. Do të thënë epigrafi të shkrimit pellazg, të poblishisë pellazg. Shkrimet në gur. Në gur, po. Ajo është epigrafia, të gjetura kryesisht sepse ata shtrieshin deri në Azinë e vogël, po edhe në territoret e Greqisë sotme. Pellazgët, dhe ai ka mbledhur të gjitha epigrafit, të cilat janë identifikuar qartazi që janë epigrafi të shkrimit pellazg, dhe është marrë me tyre dhe me shpjegimin e tyre në të njëjtën kohë. Fatkeqësisht ai libër, unë bëra dikur një përpjekje, sepse kam të tjera gjëra për të marrë, tash e kam atë libër. Ai libër tani është ribotuar prapë në Greqi, me gjithë ndjeshmërinë që kanë për këtë çështje, sepse ai pretendon hapur Thomopulos që pellazgët lanë për pasardhës të tyre ilirët. Po akademia jon këto libra të rëndësishëm merr në një iniciativë ti botoj, kam fonde as kanë, se unë di që kanë një shtyp shkronjë, ka një shtëpi botuese të akademisë. Këto libra të rëndësishëm juve u keni propozuar për shembull që të botohen në Shqip? Lidhur me atë se çfarë bën një institucion për një problem të tillë që është një problem sa i rëndësishëm, paqet dhe delikat, do të më lejosh, i nderuar Fred, të them dy gjëra. Për hir të së vërtetës, u referojmë gjithmonë të vërtetave, fakteve konkrete. Në konferencën e parë të studimeve ilire, më 1962, një nga referatet e para dhe më të rëndësishme ka qenë një referat me subjekt çështjen pellazge. Të referuar nga një prej, për mua është njohësi shqiptar më i mirë dhe më i denj i problemit pellazg, i cili ka kushtuar pothuaj pjesë më të madhe të jetës studimeve mbi origjinën pellazgo-ilire të shqiptarëve, që është profesor Konda, Spiro Konda. Ka qenë profesor në Korçë, mbaruar studimet e larta universitare për histori në Athinë, dhe më pas rikthyer dhe aty ka qenë deri në kohën që në 62-shin, ai 61-shin mos gaboj, ka botuar një libër titulluar Shqiptar dhe problemi pellazik. Vepër që ja ka dedikuar tërësisht studimeve për çështje pellazge. Dhe që e lidh në mënyrë shkencore. Pasur oponencë ai libër? Po ndoshta në mënyrë të heshtur. Nga autorët tuaj? Deri tani unë të paktën nuk di që të ketë pasur oponencë. Bile referatin që kam mbajtur aty është botimi për konferencën e parë. Gjithë referatet janë shi botim vete, dhe që ka referate shumë të rëndësishme, sepse në atë konferencë, por dhe më pas, ka pasur ndër personalitetet më në zë të historiografisë evropiane. Nuk ka pasur atakime profesor Konda, sepse vazhdo referati lije një seancë pyetjesh. Pra për problemi pellazg, mënyrë si e ka shtruar profesor Konda, nuk ka pasur. Të paktën flas çfarë ka botime, nuk di, po. Dhe më pas, mbas konferencës parë për studimet ilire, edhe në konferencën e dytë të studim albanologjike, më fal, edhe se më pas është kuvendi studimeve ilire i pari dhe i dyti në 85-ën, nuk ka pasur më tema me subjekt pellazgët. Mund të më pyesni cili është shkaku? Kishin jo ndërkombëtare këto konferencë? Po, bile tu them një gjë. Ne atëherë nuk ishim, ju e dini fare mirë, nuk ka pasur Shqipëria marrëdhënie diplomatike, as me Anglinë dhe as me Gjermaninë perëndimore që ishte, sepse Gjermania ishte e ndarë. Por pjesëmarrës në të gjitha këto konferenca, albanologë, studiues gjerman, britanik, kanë qenë të pranishëm, MNZ, personalitetet MNZ, që kanë folur ata, kanë mbajtur fjallime. Po, janë të gjitha referatet e tyre, janë shumë të rëndësishme. Janë kritike ndaj çështjes pellazge, jo. Ja u them edhe një herë, jo. Kanë çështje të tjera ata, po të vazhdojë të... Po, dakor. Për botimin, jo vetëm të këtij libri, po dhe libra të tjerë të rëndësishëm. Kjo është çështje që sa dhe si e kuptojnë ata në Akademinë e Shkencave. Për mua personalisht do të ishte botimet që janë marrë ose kërkimet që janë bërë për çështje pellazge, mund të pajtohesh, mund të mos pajtohesh, por kjo si çështje me interes ton. Shënsikat pajtohesh ato po janë autor prestigjioz, ato duhen botuar. Më fal, po kjo slidet fare me atë që thatë ju, me fondet e me këto. Për botimin e një libri me vlera historike, sigurisht ka. Botojmë ne më që jemi të dobët nga ana financiare dhe s'lem libra pa botuar, i gjejmë mundësitë, na ndihmojnë, na bëjnë njerëzit. Po. Dhe fatkeqësisht, po e them fatkeqësisht edhe një herë, më vjen keq që flas qëndrimin tim personal që e para nuk e di sa kuptohet kjo, për të mos thënë që kam dëgjuar zëra që më çan çtuan të merren me pellazgët, e para.
por për të shkoj dhe mtej akoma, që ka zëra, si që besoj mund të keni dëgjuar, që edhe me Ilirt, po që akoma me Ilirt, e dëgjova në një intervistë, nuk e di nëse ka qelluar ta dëgjoni, edhe profesor në Etan Cekën tha, po këtu ka dhe zëra këtu, më që thonë, qa Ilirën e Ilirë. Do t'u tregoj një rast konkret. Dilja një ditë nga zyra, nga akademia, dhe mua aty në përpara, po takon një burr atje, tha, më falë, tha profesor filani, po i thashun. Por tha, mund të bëj një pyetje, tha. Po çfarë tha që përmendni ju, tha, Ilirët, tha, ku tha gjendën në këto, tha, ma thoni, tha, po të pyes ty, tha, shumë, ke lexuar në një libër ti, ndonjëherë? Po ti merr kuraj më vjen, më thua mua, mund të marrësh në një nga, po ke lexuar një nga autorët antik, në burimet e antikitetit grek dhe romak. Përmend apo s'mend? Në çdo vend përmend, nuk ka autor të antikitetit, qoftë periudhës helenistike, qoftë edhe të periudhës romake, që mos përmend Ilirin, me faktor i rëndësishëm. Është bile Falmerajeri, një nga për mua personalitetet e kulturës më të rëndësishme që ka është marrë me këto. Thotë, nëse bota deri tani, thotë me 1870-ën. Po. E thotë, nëse bota deri tani njeh një bino të ndërtimit të historisë e Europës, janë grekët dhe romakët, nuk mund të kuptohet, e thotë ai jo, nuk mund të kuptohet kurse si Europa dhe kultura e saj pa një trinom që është grekët, romakët dhe ilirët, një faktor nga më të rëndësishmi, thotë. Fatkeqësisht, të gjitha këto në këto kohët e fundit, atë që thotë përmenda dhe pak përpara, dëgjojmë zëra dhe aty çfarë Ilir, si më çfarë Ilir. Ne po i hoqëm Ilirët që është një e vërtet historike pa diskutuar. Ne dalim komparanj. Ne heqim themelet, rrënjët e një bime që quhet Iliri dhe të një populli që quhet autokton, që quhet shqiptar. Vesh profesor Kondës. Po, shiko, të bëj një pyetje, profesor, dorët dhe jonët kanë qenë pjesë e Pellazgëve këto dy pjesë? Autorët antik janë të njëjtë, po thuaj të njëjtës periudhë kohore, të dy palët. Edhe dorët, edhe jonë, bile një gjë pohojnë. Këta që përmendet ti Pellazgët në Thesproti ka një këta janë njonë, mendoj. Domethënë janë njonë, pra pjesë e Pellazgëve që quheshin njonë. Kurse dorët shtrieshin në veri. Autorët po. Tamam. Unë do të them atë çfarë gjej të shkruar. Për dorët thonë edhe burimet greke. Kjo shpjegon edhe dy dialektet e Shqipës. Unë këtë përshtypje kam. Mundet. Unë nuk mund të Gegnishtja dhe toskërishtja. Një gjë do të themi që të saktë që gjithë burimet antike, veçanërisht burimet greke, do të thënë helenë të antikitetit, autorët antik, thonë dorët të gjithë zbritën nga veriu. Nga veriu kush është? Ka studime, ne nuk kemi fuqi, duhet pranuar dhe kjo, që ne nuk kemi fuqi dhe mund të shtrohesh atë që më pyet, pse nuk kemi marrë aq shumë me Pellazgët. Sigurisht edhe unë në raport me ato gjenerata të hershme kam pyetur pse duke e pasur edhe pasion edhe zjarr të brendshëm problemi Pellazg, sepse është popullsia që i dha kulturën bazike popujve të mesdhevut, po thuaj. Dhe duhet marrë konsiderat edhe kjo. Unë nuk jam për të paragjykuar a priori. Ato që thamë ne deri këto që përmendëm pak që është turpsh. Na jemi thot, ne jemi që para vendosjes së enës. Ka një teori në konspiracion që lexoj unë që kjo enë ka 13.000 vjet para Krishtit. Dhe Naimi ka qenë në urdhrat sekret të dervishëve të lindjes. Dhe Naimi nuk fliste kot. Ata kanë shumë informacione. Dhe fakti që ai thotë që dorët dhe jonët janë para honor, mendohet që përmbytja e madhe ka lidhje edhe me enën. Dhe nuk dua të flas me juve sepse ju jeni autor, domethënë jeni studius që bazoheni në dokumenta dhe në fakte, por në këto teoritë tona të konspiracionit ekziston ideja që toka nuk ka pasur enë para 13.000 vjet para Krishtit. Pse si është vendosur nuk ka rëndësi ta diskutojmë këtu dhe çfarë mendojnë ata. Ka autorë që thonë hena ka rënë ajo e vjetra dhe kjo ka shkaktuar përmbytjen duke rënë në oqean, ka shkaktuar përmbytjen dhe zhvendosur një enë e re. Po nuk dua ta zhvendos në këtë drejtim shumë bisedën. Pra Naimi nuk ja fuste kot, sot ne jemi popull para nordh, pra para kësaj ene.
Pra, para përmbytjes së madhe, nëse përmbytja lidhet dhe me enën, sepse përmbytja e madhe nuk shkatroi gjithçka. Shkatrojnë pjesë të madhe të popujve të mesdheut, po një pjesë tjetër ngelen. Unë mendoj që edhe skithët që janë në Rusia lindore, aty ku zhvillohet lufta sot, deri në Moskë, edhe skithët kanë qenë dorë. Janë paranorë dhe janë populli vjetër. Napoleoni e thot kur dogjën Moskën, tha këtë se bëjnë Varangjanët, tha, për këta, se një pjesë e rusëve janë norvegjezë. Duken edhe nga pamja jashme që janë si viking. Këta tha e bëjnë skithët, vetëm ata tha nuk dorëzojnë kur, janë si akrepi, tha që janë ngulin vetës kur e shikojnë që zjarri po vjen ti djeg. Dhe Skënderbeu, që ishte studius në ato shkollat e fsheta ezoterike që ndiqte familja Osmane, ku bashkohesh ezoterizmi lindor me ezoterizmin perëndimor, po kryesisht ai lindori që ishte shumë i fortë. Edhe Skënderbeu mendonte që shqiptarët kanë origjinën nga Pellazgjia. Madje në fjalimet e tij e ka lënë të nënkuptuar të që ne kemi rënë të lashta dhe nuk kemi dalë sot dhe nuk mund të na mposhtin çdo lloj ere e re që vjen edhe që frytun territoret tona. Mund ta citoj çfarë si e ka thënë Skënderbeu dhe Po, unë si e kam krijuar idenë, kështu kupton se. Po. Skënderbeu këtë e ka thënë kur shkoi në ndihmë të mbretit të Napolit. Alfonsit. Po, të Alfonsit. Dhe zakonisht përpara betejave në mesjetë këmbeshin replika me shkrim, sepse atëherë s'kishte mjete kështu. Dhe ai i ka dërguar një letër fyese ai princit Tarantos, Anjou. Dhe i thot, ti me ata shqiptarët e tu, se i vajti me një grup të kalorësisë lehtë. Dhe kalorësia e lehtë në fakt ka qenë shumë e njohur e shqiptarëve, në mesjet jashtëzakonisht e njohur. Unë jam duke shkruar tani për këtë dhe gjej gjëra që edhe mua vetë më habisin, po të mos largohemi nga tema dhe i thot me ata thot Së llogaris fare, te kanë guarda vetë, thot çket, janë pa. Dhe çuditërisht gjë që tregon edhe sa njohës i mirë ka qenë i historisë dhe i origjinës të tij në të njëjtën kohë. I thot fatkeqësisht thot ti thot nuk i njeh shqiptarët e mi. Këto janë fjalët e tij. Thot ne në gjak, me fjalë për fjalë, ne në gjak jemi pasardhës të ilirëve. Një për thot të Piros e Pirit dhe të Aleksandrit Madh. Të ati Piro thot që u erdhi ju deri thot në kufit e Romës. Poshtë i Romën. Pa, do me thënë, ai di origjinën dhe fatkeqësisht shpesh sepse edhe mbreti e Pirit e kishte në përkrenar. Po. Dhe shpesh me që erdhëm në këtë pikë mund të them që shpesh në diskutime, ore thot duhet këtë qenë, me që thot e Piri ka qenë, duhet këtë qenë nga jugu. Jo, nuk është ashtu. Nuk e dinë shumë njerëz, në të kjo duhet bërë qartë që e Piri deri kur shtrije në kohën e Bizantit. Dhe cilat kanë qenë ndarjet administrative, po të jap hartat, e ndarjes sigurisht ato i kanë ndryshuar bizantinët. Dhe në Durrës apo dhe në Berat. Dhe në Shkodër. Po të lexoni me vëmendje. Unë fillim kur e kam pas lexuar, sigurisht atëherë kur ende s'kisha këtë kulturë, i kam kaluar këto. Pastaj jam kujtuar, më dalti këtë e mirë, pse thot jam mbretëje e pirotëve. Po të shikoni, vetëm një pasazh të vogël, thot Barleti në kuvendin. Barleti është më i saktë. Po shumë i saktë. E të gjithë kjo i bazon. Shumë i saktë. Lere e the mos lëviz asnjë gjë. Në kuvendin e Lezhës thot ai ftoi me radhë prit, nuk e bëri thot kuvendi thot as në Krujë se do të thoshin thot e bëri në pjesën e tij. Thot nuk e bëri thot as në pjesë më në jug, nuk e bëri as në Shkodër thot. Por e bëri në Lezhë thot. Dhe kush erdhi në Lezhë? Thot erdhën Zahariet, që janë e Pirot thot. Erdhën thot Balshajt, që janë edhe këta thot e Pirot në zonën e shtrin deri në liqen, do të gjithë kjo zonë në bazë të ndarjes administrative. Aranitët kanë qenë në Lezhë apo jo? Jo, në pjesëmarrës ai bëri atë lidhje tani nuk jam i saktë për ta thënë, sepse Aranitën pati një konflikt. Po, sepse i kishte premtuar që do ta bënte mbret dhe pastaj i tha do të marr çupën, i tha dhe do bëhet nipi i mbretit. Po. Dhe ka gjëra interesante edhe për këtë, por në një herë tjetër do të flasim sepse me të po merren tani të panjohura, flas gjithmonë çfarë gjej dokumente të panjohura nga arkivat, dhe sepse ai Araniti vërtet kishte fronin sedjen e tij në Kanin, por zotrimet e tij
i ka pasur në zonën e Librazit, Pogradecit, Gorës, Parit, domethënë në këto kanë qenë. Dhe pse kanë qenë këtu akoma nuk e ka shpjeguar njëri. Në fakt, në dokumentet bizantine që në vitit 1300 sa që një general të pamshëm. Laberin nuk e kishte në kontroll. Po pasi mori. Po pasi ka marrë. Po. Ishte fuqia më e madhe, dhe ai është bërë më i famshëm në Europë nga të gjithë princat shqiptar. Po. Sepse mbas bëri betejën e parë. Dera e tyre. Po, bëri edhe betejën e parë me turqit, me invazionet e para turke dhe i theu. Dhe ajo lambres të madhe në Europë, po një betejë nga më të përgjashme, ne pak e përmendim, po është kështu. Pastaj bëri ato para luftës Kosovës, thotë. Jo, mbas luftës. Mbas luftës. Mbas luftës Kosovës. Po, mbas luftës Kosovës. 1389 kur ka qenë. Po. Të rikthehen pak, nëse më lejon të kthehen pak dhe autorët e huaj që flasin për pellazgjishten, që janë pak a shumë modern. Po. Sigurisht më pas ka më pak interes, sepse dhe njeri nuk e ka ngacmuar dhe të rinteresuar shumë për këtë periudhë nuk ka. Por ajo që u përmenda, unë do ta ripërsit edhe një herë, që ka Psomopoulos është nga veprat më të rëndësishme, ndërsa në kohën tonë janë përmendur pellazët, do të thënë ka studio jo shumë të thella, po gjithë ata që ka punuar në mënyrë më të thellë është Pilika. Po. Veç Pilikës edhe profesor Shaban Demiraj, po ashtu ka, nuk e ka të zgjeruar në veprën e tij, por ka një kapitull të vogël për pellazgët, që i qëndron edhe ai problemit pellazg në të njëjtën kohë, sepse shumë nga këta edhe pyetja që ne më fal, Agron Dalibaj për Shaban Demiraj në mos gaboj e kritikon për çështjen e fjalorit etimologjik. Sot e nxjerr në fjalorin e vet etimologjik, thot preardhjen e shumë fjalëve shqipe nga serbishtja. Edhe u çudita se kishte, se unë jam i fushës. Po sigurisht, edhe unë në lingvistikë edhe unë nuk kam tamam i fushës, flas me aq sa kam lexuar. Unë do doja të thosha edhe atë pse veç kusureve që ka historiografia jonte duhet të nhapur, që për këtë problem nuk ka njeri që të merret, por sigurisht kjo kërkon që historiografia jonë të ketë njerëz që të njohin gjuhët e vdekur dhe që janë të rëndësishme, greqishten e lashtë dhe latinishten. Dikur ka pasur dhe një edhe osmanishten, po më fal. Shumë të rëndësishme, po të flas për osmanishtet, çfarë kanë gjetur tani do të thënë, po le ta themi një herë tjetër atë. Sepse deri kur filluan konferencat e parë të studimeve albanologjike 62-shin e para, ne ende nuk konfirmoi se nuk pranoi as ndërkombëtarisht vazhdimësia iliroar, pavarësisht zërave dhe atyre botimeve të pakta që kishin dalë, por në konferenca të mirëfillta shkencore nuk ishte debatuar hapur që është e vërtet kjo vazhdimësi apo s'është. Kështu që historiografisë në atë kohë ka dhe autor si Han Liku. Këta po patjetër. Shiko, Hahni është atë që ne e konsiderojmë albanologu i parë. Edhe ai i flet së pari, domethënë nga ata që janë më seriozët, që është një njeri i formatit universitar, që flet për origjinën pellazge ilire të shqiptarëve, por edhe Hahni i është referuar ish konsullit angles pranë Lipashës William Martin Likut, dhe ata janë themelusit, si të thuash më pas edhe ato që përmendëm ne arbreshët, por dhe më pas shqiptarët u morën, por ata janë marrë shumë më tepër nga që jemi marrë ne tani. Dhe të më lejosh që ta mbaroj atë, do të thosh që sigurisht ka dhe një problem. Deri ta atëherë vazhdimësia e lirës shqiptare, që ishte kyç kryesor, ende nuk ishte konfirmuar në debate dhe në studime të mirëfillta, konferencat e studime, konferenca e parë dhe e dytë e studimeve albanologjike, dhe më pas kuvendi i parë dhe i dytë i studimeve ilire, ato konsakruan përfundimisht në mënyrë shkencore lidhjen mes tre brezave. Po. Dhe unë ju thash, megjithatë nuk kishim marrëdhënie diplomatike as me Anglinë, as me Gjermaninë, edhe me ndonjë tjetër, atëherë kanë ardhur pavarësisht nga mungesë e kontakteve, ato kanë ardhur historianë më në zë për periudhën e antikitetit dhe kanë marrë pjesë në. Ja, për shembull, shikoj emrin Bardylti. Po. Është fjalë shqipe, ylli bardh, domethënë nuk kanë rastësisht këto që patjetër. Aty flitet për shumë nga këto studime që kanë bërë këta, midis të tjera edhe autorët antik. Bardylli ka jetuar në kohën e Filipit, Maqedonisë, babait Aleksandrit. Edhe është mbreti më i gjatë në historinë e gjithë mbretërive. 85 vjet u vran duket apo 92. Është vrarë diku aty afër Branishtit të Korçës, dolin dy luftim me Lisandrin, duket, një nga generalet e Filipit, edhe ftovin dy luftime, tha mos vriten popujt
të njëjtë, thash flasin të njëjtën gjuhë. Pra dhe maqedonësit dhe shqiptarët kanë folur të njëjtën gjuhë. Dhe këto i tregon aty në jetët paralele Plutarku. Po. Dhe i thot si do ndeshësh ti me mua, i thot ky generali Filipit që e kishte edhe si blam të madh ky Aleksandri dhe e ka vrarë më duket Aleksandri nga Persia, sepse i theshte të kthehemi në Maqedoni. Aleksandri kërkonte t'i bashkonte të gjithë, kërkonte të bënte fejesa, martesa me ushtarëve Maqedonës, me gratë perse, dhe këta po këndonin një këngë aty në gjuhën shqipe, patriotike se si kishin mundur persët, po persët kishin filluar të mësonin gjuhën shqipe sepse ishte gjuha e sundimtarëve. Edhe e kuptonin që këta po i denigronin në këngë me tekstin, me sharki. Edhe hyn Aleksandri dhe i thot lereni atë këngë, i thot se kishte në obor dhe persë aty që i shërbenin në administratë. E i thot ai këto këngë dhe ngjarjet që tregojnë këtu të bën ty të kapardisësh atje në Fronetha. Edhe Aleksandri kishte filluar që se përmbante veten nxehesha, mi po mbante dy ushtarë atje dhe ju theshte çfarë do që të bëj unë kur nxehem, duhet të më kapni dhe të më mbani. Pavarësisht se mund t'ju kërcënoj kur të qetësohem, do t'ju falenderoj që më keni mbajtur. Edhe këta e mbajtën një moment aty, më duket se kliti. Dhe ky pasi bëri ato fjalë që ulën ata në tavolinë, i tha ke filluar thot të bësh trim dhe me mua, i thot që nëna ime ka qenë më ndesha jote, të ka ushqyer me gjë, thot. Edhe iku duke kaluar në një treme, ky ushtari që i rinte aty përpara me një shtizë, nuk e kishte mendjen. Ky ja merr shtizën edhe e shillon klitin e vret. Edhe mbyllet pasaj 7 ditë brenda dhe i thot kërkonte të vdiste. Nga të bënte grevurie. Mi voj ndërhyri pasaj kishte një plak, një filozof, vetëm atë lejonte, hyrja i foli, thore, po vdi që ti ne jemi të vdekur tërë, tu i tha se jemi të rrethuar, ajo emri jot dhe frika nga emri jot, thot, na mban ne këtu, thot, po ashtu thot ne jemi të vdekur të gjithë. Edhe bindi që doli. Pra e kam fjalën këtu që Bardhyli kur u ndesh aty, domethënë ne s'kemi vënë një përkujtimore, një diçka. Unë e di që ka qenë fusha e Vranishtit, ku sa hyn në fushën e Devollit, aty janë ndeshur midis Progrit dhe Vranishtit. E di në atë ngushtisë aty dhe sot është strategjike ajo si pikë. Nëse e ke parë aty ka pasur edhe gjatë luftës së parë dhe dytë ka pasur kështu fortifikime hekuri për të ndaluar. Ne duhet kemi sa nga këto, ta thash edhe në bisedë aty, për shembull via ku ka qenë lufta civile mes Cezarit dhe këtij Mark Antoni Pompeu me Pompeun, i tregon vetë ai në lufta civile si kanë lëvizur ushtrit, në fillim e kishim ne këtë territor, kështu. Madje aty thot në një moment ngelëm, thot s'kishim çfarë tanim, thot mbeti ushtria se Pompeu kontrollonte gjithë gadishullin e Ballkanit, edhe thot na mësuan thot banorët vendas, ka mundësi zona e Kalaprezës aty, thot na mësuan thot të ushqeshim me këlkaz. Këlkaz është një bimë që ka një si qumë është i hidhur, po ka shumë kalori, edhe të bën mire për gjakun, ta pastron. Edhe thot ata na mësuan të jetoni me ato rrenjët e këlkazës thot. Edhe kështu mbietuam thot. Dhe tashi të mos ketë një tregues, një gjë, njerëzit vinin janë të çmendur, këta që studiojnë, e kupton sa miliona vet e kanë lexuar në disa breza, në 10 breza, këtë luftën civile të Mark Antonit, ai tregon kryesisht luftën në Shqipëri dhe luftën në Spanjë, që vajti mundi ata generalet romak që ishin në Spanjë me Pompeun. Ka dhe një pjesë atje, po pjesa më e madhe është për këtu në Shqipëri. Ne s'kemi një tabel, një gjë të tregojmë, a kupton çfarë turizëm elitar mund të bëjmë nëse bëjmë një rrugë nga Orikumi, gjithë via e frontit ku janë ndarë, zbrezin turistët në Vlorë, vizitojnë atë pjesën ande, zbrezin në Durrës, bëjnë 7-8 kilometro me tabela, këtu janë vrarë kaq në këtë datë, kanë luftuar, këtu avancoi Cezari, këtu avancoi Pompeu, kupton, domethënë me një dy Ciceron, bën miliona dollar, të tjerë s'kan histori dhe s'din çfarë gjejnë të bëjnë historinë ne kemi, ose për shembull aty ku ka hyrë Cezari, për shembull, ke qafe Cezarit atje, ose kur ka zbritur në aty më këte, më lartë, në Qeparot, qa është fshati para aty? Në Palas. Kur ka zbritur në Palas, madje thonë që pasi erdhi nga Spanja, ku bëri luftrat në Spanjë,
kur ka ardhur, kur ka parë aty malet Akrokeraune, i kanë dalë në mëngjes të mbuluara me re, kështu tha, unë tha, s'kam lënë vend ta pavajtur, tha, qa është kjo bukuri manitë, se kështu do më nuk çudit aty kur pa të vendin. Tash ne edhe në qafe Cezarit mund të bëjmë një diçka aty, të jetë një Ciceron, të tregoj historinë, të qëndrojnë turistë, të jetë një muzeum. Domethënë, unë këta kur kam qenë deputet, ja kam thënë Arta Dades, ishte ministre kulturës. Ja u kam thënë edhe disa tjerëve, domethënë janë ca gjëra me pak shpenzime të vogla, domethënë tregojmë që jemi popull i lashtë edhe ju japim edhe krenari brezave, ne s'mund na manipuloj askush, edhe politikanët që mund të dalin nga brezat e rinj duke u rritur në këtë atmosferë, në këtë lloj ambienti, bëhen krenar në biseda me këdo. Kurse kështu e din se kemi dal nga hiçi, edhe kur vjen për takime me ata, me kombe që kanë 100 vjet apo 200 vjet që janë krijuar, rin inferior, do nuk e kuptojnë se nga çfarë kom madhështor e kanë origjinën. Dhe prandaj ne bëjmë edhe këto lloj emisione që të përpiqemi të emancipojmë sa më shumë njerëz që të jetë e mundur. Po pse janë marrë kaq pak me çështjen shqiptar, me çështjen Pellazgë, më fal, shqiptarët sot akademia. E para duhet të thënë një gjë që pak e njohin çështjen Pellazgë. E dyta, është një periudhë kohore shumë e hershme që ka shumë çështje për to ashtu. Dhe e treta, ajo që për mua është më e rëndësishme, është që deri atëherë, sikur se përmenda pak më parë, ne kishim një deficit madh për atë që quhet lidhja iliro-arbërore shqiptare. Dhe prandaj gjithë vëmendja në kërkimet historiografike të gjithë studiuesve tanë u vu për të konfirmuar këtë vazhdimsi në kërkime jo vetëm në fushën e gjuhësisë, të lingvistikës, por edhe në grimimet arkeologjike, po edhe në çështje të tjera. Sot nuk ka studiues shumë të profesionistë, ka? Për çështjen Pellazgike? Për çështjen Pellazgike jo s'ka. Nuk ka njeri që të merret që të ketë atë që ka ndodhur me atë që ka ndodhur, për shembull siç ishte në 62-shin e ka shprehur versa u botuan vepra e tij shqiptar dhe problemi Pellazgik. Enver Hoxha çfarë qëndrim ka mbajtur në lidhje me këto, derisa në këto konferencat natyrisht që asgjë s'mund të bëhej pa vendimet. Por e vërtetë është që i ka ndjekur dhe ai ka qenë mbështetës si kryesor i profesor Kondës në botimin e studimeve të tij për problemin Pellazgik. Enveri ka njohur profesor Kondën sepse kur ka qenë në Korçë ka pasur pedagog. Po mirë, ne më duket se bëm një aresë, më duket, të dyne. Ne përmendëm Pellazgët dhe Ilirët, po haruam Etruskët. Qa mendim ke për Etruskët? Janë pjesë e Pellazgjishes dhe të Pellazgëve dhe Etruskët, apo... I nderuar Fred, unë do të them... Me qënë se janë jashtëgatishullit ballkanik. Po, jashtëgatishullit ballkanik janë edhe mesapët dhe japigët. Po gjithë studiuesit e mirëfill serioz, po edhe historiografia e lashtë, to që janë pjesë mesapët dhe japigët janë mbi Bari, ja? Mbi Bari. Bari dhe në Venecë. Po. Të dy fiset janë tre tamam, po këto dy fise dhe që janë me shumë interes për ne. Se dhe Venetët ilire? Venetët janë, Herodoti thotë janë fiset e fundit ilire në drejtim të veriut. Janë edhe norët, shkojnë deri në Bavari, janë edhe ertët, vende në Zvicër. Tani, unë i referoj masaj që thotë tamam vetë me Herodoti. Herodoti thotë këtë, që Venetët, ku është edhe gjiri Venecës sot. Edhe Hitlerin, kur e pyetën pse si Arian një bardh i Bjonti, tha sepse jam norë, tha. Kështu ka thënë në një intervistë. Nuk edhe ti e shikoj që ti ashtu i ndjek ato. Dhe për t'ju referuar, domethënë edhe Etruskëve, me që përmende Etruskët, çuditërisht, në konferencën e parë, se kam dëgjuar këtu që jo Norbert Jokli, jo pastaja Zaharia Majan, që është marrë konkretisht me ka veprën e tij unike, dhe veprën unike më të plot për studimin e problemit. Ka 2 libra, Zaharia Majan. I ka bërë një. I pari është, pastaj ka Etruskët filluan të flasin. Po. Misteri Etruskët, pastaj Etruskët filluan të flasin. Kanë një botim dhe është botuar në Shqipëri. I përkthyer në Shqip. Ekziston libri kështu në librarinë që ka mbaruar. Po. Ka mbaruar nga ajo. Botimi dhe duket që nuk shikoj në interes, po para ca ditësh rastisht unë e kam Majanin, Zaharia Majanin. Pash kishte nga të libra. Mendon që është mirë Akademia e Shkencave të ribotoj Majanin? Po pse mos e botoj? Po pse mos e botoj? Aq më tepër që është i përkthyer dhe është i gatshëm, nuk ka ndonjë problem. Edhe Konda ka mbetur me atë përkthim, dhe jo vetëm aq, me që u rikthyem ke këto.
por kondave sa u botua atëre, gjithë studimi i tij, edhe u përkthye në greqisht dhe u botua në greqisht për të thënë grekëve, kur do këto janë qëndrimet tona për problemin pellazik. Ndërsa për problemin e etruskëve, do të them këtë Zahari Jamajan, që unë kam dëgjuar këtu, Zahari Jamajan ka qenë i ftuar në konferencën e parë. Dhe doni të citoj çfarë ka thënë fjalët e para? Çka ka qenë ky çifut është Me origjinë hebreje. S'ka qenë profesor në Universitetin e Parisit, atje ka jetuar, atje ka zhvilluar gjithë veprimtarinë e tij, dhe vepra e tij monumentale është kjo. Fundi i misterit etrusk në një të vetme. Çfarë ishte ky gjuhëtar? Ky është gjuhëtar. Apo historian? Jo, gjuhëtar, po. Në historisë, gjithmonë fushën e historisë. Është ftuar në konferencën e parë të studimeve albanologjike. E kishte botuar librin në kohë? Nuk jam mund të ketë botuar librin e parë, por atje ka një kontestë e tij është për lidhjen e etruskëve me ilirë dhe shqiptarët. Ka një referat shumë interesant, në atë kohë ka qenë shumë i moshuar. Etruria ku ka qenë si zona e Firenzës së sotme ose Laziumi. Po. Dhe e di deri kur kanë ekzistuar Toskana. Po, e di deri kur kanë jetuar. Po kjo fjala Tosk, mos ka ndonjë lidhje me etruskët? Nuk e them dot. E di deri kur kanë qenë. Si e di unë. Po. Lufta e parë civile në Rom ka ndodhur në vitet 80-78 para Krishtit dhe ka qenë marrja me Sulën në luftë. Dhe Sula ishte latifondisti më i madh i tokave. Ishte edhe koha që 10 vjet më mbrapa përfundoi lufta mes plebejve dhe patricëve, ose atyre që themeluan Romën, që ishin patricët dhe plebejve, këta që erdhën më vonë kombet e tjera. Patricët mendoj unë, janë trojanët që e ndërtuan Romën. Dhe Sula ishte përfaqësuesi i plebejve dhe ishte i zonës së Toskanës dhe Emilisë. Dhe aty organizoi një ushtri. Sula kishte dalë në pension dhe u bë një rrezik i madh për Romën ky rebelim i emilianëve dhe i toskanësve, dhe e thirrën Sulën si autoritet i madh që ishte në Rom, dhe i thanë duhet vish ti përballojmë ta se po na mposhtin. Edhe vajti Sula dhe u përleshën në këtë luftë civile 2 vjeçare dhe humbën plebejt. Dhe këta kishin dëgjuar tash, sepse ishte bashkuar Ilirikumi me Romën, ishin një perandori. Dhe këta që në vitin 178 para Krishtit, Paulus Emilius që erdhi, Paulus Emilius dhe Sulpiciu, dy generalët e famshëm romakë, bashkë me legionin. Ai kishte bërë masakra të mëdha në zonën e Toskërisë dhe sidomos në Kurvelesh, në këto zonat në Amantia, në qytetet tjera, që nga rezistenca që kishin bërë rreth 74 qytete tota i shkatruam nga themelet. I thot Paul Emili. Dhe këta e dinin që ato zona ishin të shkreta dhe hipën në për vapor nga terrori që po ju bënte Sula duke i ekzekutuar, hipën dhe erdhën dhe u vendosën një pjesë prej tyre janë vendosur në Toskëri. Dhe kjo ka disa karakteristika në mënyrën e ushqimit midis lebrëve, Kurveleshit dhe toskanasve. Të dy, po të vazhdojnë Toskanë në Firenze, e hanë mishin me gjak të papjekur. Dhe këtë karakteristike kanë vetëm lebrit në uzinoj tjetër të ajë mishin me gjak. Më kupton, e kanë si tradit. Nga paraqitja e jashtme, janë me shpatullat gjera, me bel të holl dhe me këmbë pak të shkurtra. Dhe kanë si karakteristikë smundjet kardiovaskulare që i kapin dhe në moshën 50 vjeç janë shumë të fuqishëm, mbas 50 vjetëve për shkak se janë mishin me gjak, si duket marrin shumë ekur edhe i jep dëmtim në zemër. Dhe edhe ata dhe këta kanë smundje kardiovaskulare në moshën 50 vjeçare. Më kupton? Pra janë disa gjëra që mua më bëjnë që të lidh emrin Toskëri me ngjarjet nga lufta civile e Marius dhe Sulës. Tashi unë amator jam dhe po këtë drejtë unë i dhe gjërat pa të klipse dhe të gaboj. Jo, po patjetër. Mua nuk më kritikon njeri, ti duhet të jesh i saktë. Ndërsa për etruskët, domethënë siç u thash, personaliteti më në zë, sigurisht ai ka kundërshtar të shumt, Majani, por ai veprën e ka botuar dhe mori pjesë, siç u thash, në konferencën e parë të studimeve albanologjike, dhe e di si e ka filluar, i thanë ata, domethënë fjalën e parë në hapjen e konferencës studimeve albanologjike, duhet të flasi kush është pi i madhi në moshë.
më i madhi në mosh ishte Zaharia Maja dhe profesor Konda, por si i ardhur si mysafir, I bën dënin mysafirit. po, dhe e di si e ka filluar, tha jo, tha unë kam radhën në orën që më keni caktuar për referatin tim. Tha jo, ti do të flasësh për nder, tha, me moshën më të madhe, ti duhet. Dhe e ka filluar me fjalët: privilegji i trishtuar i moshës madhore më dha mundësinë të flasi pari për para jush. Ky Zaharia Majan. Vepra e tij nuk atë si shtat që përmendet, nuk është ribotuar, por do nuk të gjende, nuk është, ka bibliotekë kombëtare dhe këto. Po, të pyes diçka, profesor, serbët për shembull, ku e mbështesin shpeshherë këta studiusit pretendimin e tyre që shqiptarët nuk janë pasardhës i lirëve, kur dihet që serbët vetë janë ardhacak dhe kanë ardhur në shekujt e 7 këtu atë 8. Ka shumë libra dhe Bëre dëshmi. mirë që bëre këtë pyetje shumë. A kuptohet që këta janë studius që bazohen ke politika dhe ke politikat anti-shqiptare që kanë ndjekur regjimet serbe ose qeveritë serbe në Serbi. Ku bazohen këta? Çfarë thonë që kanë Fatkeqësisht kjo është argumentat tonë? Po. Kjo është një përpjekje e hershme edhe atyre, por edhe një pjesë studiusish grek, jo të gjithë. Sepse ka studius shumë serioz të grekëve që nuk e bën diskutim. Po. Në thënë origjinën iliro shqip dhe vazhdimsinë, ndërsa mbështeten tek një gjë që dhe më vjen keq ta them, që ndërsa me ato që përmenda, me gjithë këto aktivitete shkencore, të mirëfillta shkencore, u konfirmua deri në vitet të paktën 85 dhe u mbyll ajo çështje e vazhdimësisë iliro shqiptare, kanë filluar të gjallojnë përsëri pretendimet serbe, bile në mënyrë masive, për të mos thënë dhe studius të tjerë për te këtyre që shqiptarët nuk janë autokton në toka, dhe ajo për të përgjigjur në mënyrë të drejtë për drejtë, ku e mbështesin, ka një gjë. Sikur se dihet, autorët antik e sjellin dhe i përmendin ilirët deri në shekullin e 4. Në fund të shekullit 4, do të thënë shekulli 5 dhe deri në shekullin e 12, po them në shekullin 11, ilirët në burimet shkrimore nuk përmenden më. Dhe thonë, papritur ata shfaqen në shekullin e 11. Do me thënë ata nga diku kanë ardhur dhe janë vendosur. Në fakt, duke që harresa e tyre për ato që janë arritur atëre, dhe ato konferenca kanë rëndësi shumë të madhe, që rrëzojnë poshtë këto, dhe cilat janë argumentet që rrëzojnë poshtë këtë mungesë që nuk përmenden shqiptarët nga shekulli 5 deri shekullin e 11. Cila e para. Nuk ka asnjë burim historik të kësaj periudhe kohore, të këtyre shekujve që thotë që këtu ka pasur popull të tjerë ose që erdhën shqiptarët. po. S'ka, do të ardhur. Ashtu sikur se i lë antikiteti, ashtu i gjejmë edhe më pas. Dhe nuk ka asnjë burim që të thotë që erdhën e para. As që kanë qenë bosh të tokës. Këto kanë qenë bosh, ka pasur njerëz. Po ka aktivitet, sepse është edhe periudha e krishtërimit, që ke raportet e misionarëve klerikal, të cilët dërgojnë në mënyrë periodike për gjendjen e popullsisë vendase. Mund të mos e përmendë si lirë, ose si ashtu. Por e dyta, në asnjë rast nuk rrim pa përmendur Maqedonët dhe Epirotët, që fatkeqësisht ne ndruhemi të themi, më çkan qenë Maqedonë dhe Epirot. Janë pjesë e ilirëve të jugut. Dhe kjo është kategorike. E treta, në gjuhën shqipe, qofse i referohemi tani gjuhës tonë, në gjuhën shqipe ne kemi fjalë të huaja të greqishte së lashtë. Çfarë rëndësi ka kjo? Ka për të thënë që nëse ato do të kishin ardhur në shekullin e 11, në shekullin e 10, grekët e lashtë nuk ishin. Ku i gjetëm këto fjalë? Do me thënë, ky popull ka qenë këtu që në kohën të paktën që në kohën e grekëve të lashtë dhe përpara tyre, sepse këmbime tregtare, njerëzore e tjera me radhë, edhe ata kanë marrë nga ilirët, por edhe ilirët kanë marrë fjalë të veçanta nga gjuha e lashtë greke. Po të mos ishin këtu, s'kishin ku t'i dinin, mund të kishin fjalë të greqishtes së re, por jo të greqishtes së lashtë. E katërta, në gjuhën shqipe ka edhe fjalë latine të periudhës romake, se ndryshon latinishtja e periudhës së Romës së lashtë me latinishtën mesjetare. Janë krejt të ndryshme. Dhe ne gjejmë
deri në mënyrë periodike edhe fjalë të periudhës së latinishtes romake, çka do të thotë që ilirët kanë qenë këtu edhe mbas kësaj kohe, edhe në këtë kohë dhe më pas, sikurse gjejmë edhe në një fjalë të latinishtes më moderne, nëse e themi kështu, çka tregon vazhdimsi. Ka dhe shumë argumente tjera për të, mund të që është e konfirmuar dhe s'bet. Prurje të rëndësishme, po të them të pesti, nëse i marr me radhë, është fakti i prurjeve që ka arkeologjia. Çfarë rëndësi ka arkeologjia? Arkeologjia na ka sjell veç të tjerave vazhdimësimin e mentalitetit kulturor në gjetjet materiale që janë bërë. Themi për shembull kulturën e Komanit, çfarë është kulturë ndërmjetëse midis kulturës së periudhës romake dhe periudhës së më vonë pastaj të shekujve të 14-15 me radhë, por kjo është ndërmjetëse, është shekulli 8, 9 e tjerë. Do të ka një lidhje kulturore që është i njëjti popull i cili evoluon në mënyrë krejtë natyrshme. Dhe fundit, që s'ka ku lëvizim fare, fatmirësisht studimet antropologjike dhe të ADN-s që bëhen, tani konfirmojnë, për shembull, kanë bërë një pim. ADN-ja, për shembull, e përbashkët. Jo vetëm ai, ADN-ja ka prurje që ai të thotë filani ky nga babai, që deri në 2000 vjet ke qarkulluar thotë fillimisht këtu dhe je i ardhur apo je vendas. Dhe për shembull nga nëna ime, po marr njërin kështu, ai nipi që ka bërë testin e ka bërë në Gjermani, jo këtu se këtu mund të thonë ashtu, dhe jemi të lëvizur në një zonë shumë të ngushtë, më ka bërë dhe mua përshtypje, që popullsitë kanë lëvizur shumë, po kështu ka. Irakli nga me origjinë se s'e kam pyetur. Unë jam nga fshati i Andos Zakoçajupit, është një nga 10 fshatrat e Zagorisë, është midis Përmetit dhe Gjirokastrës. Po. Tamam si shpëton të parë. Po se s'e kisha pyetur edhe isha kurioz një dy herë. Tamam të parë e mi, siç më thoshte edhe unë tani e gjej edhe në dokumentat osmane, jemi të ardhur nga kolonjat vendosur atje para 300 vjetësh. Po, nga zona ime. Po, nga zona se ju jeni tamam kolonjar. Do të thonë tamam, por çuditërisht edhe 2000 vjet përpara janë aty dhe kjo nuk të lë. Aq e saktë është ADN-ja që po t'u tregoj një rast. Po do të magnitin të amerikanëve. Brakicefali që janë karakteristikat e shqiptarëve, ngjyra e lëkurës, ngjyra e syve. Shiko, ADN-ja e di çfarë jep ato që nuk mund t'i jap asgjë. Deri shumë gjen një skelet. Po të them një rast të një miku tim, një arkeologu që unë e nderoj dhe respektoj shumë, Skënder Aliu, që është kolonjar. Po, është kolonjar, e kam në tumën e Kamenicës, që është nga tumat më të mëdha në të territorit e Ballkanit. Është shumë interesante, sepse aty ka shtresëzime mbi shtresëzime, periudha shumë më të hershme deri në periudhën e mesjetës afërsisht. Duke që në mentalitetin e asaj popullsie atje më gjerë, është konsideruar vend i shenjtë, mortor, dhe aty pasaj njëri mbas tjetrit, megjithëse kanë kaluar shekujt ata, aty kanë bërë varrezat. Për të thënë se sa i sakt është studimet e ADN-s. Amerikanët kanë punuar aty dhe më tregojnë një rast të një skeleti. Gjeni një skelet dhe në kokën e skeletit ishte një çarë në formë katrore, po e prerë si me laps katrorja. Dhe copa e katrorës prerë, kafkës e rënë brenda në kafkë. Dhe bashkë me amerikanë shumë pyetën, po ky çfarë mjeti ka qenë që e ka goditur dhe ka vdekur ky? Në një brapa sqerpar, si të thuash, e mprehtë. U përpoqëm dhe disa variante, tha, dhe nuk po i bën, mund të ketë një lloj arme që thënë shumë e mprehtë në formë katrore që ka shkaktuar atë. Megjithatë, amerikanët morën, besoj ju e dini, kur ruhet më mirë historiku i individit, si e biografia e tij, jeta e tij. Tek dhëmbët. Dhe ata morën mostra, mistere dhe pas 8 muajsh kthyen përgjigje ata kolegët pasi erdhën. E di ç'ishte ajo? Ai ishte një operacion që kishin bërë në kokë. Mendoni 2500 vjet më parë, rreth 400 vjet para erës së re. Dhe ai mbas këtij operacioni kishte jetuar edhe 20 vite të tjera dhe kishte vdekur në moshën 62 vjeçare. Domethënë, nuk kishte vuajtur nga një sëmundje, kishte pasur, duhet të ketë pasur, se jep ajo shumë saktësisht. Duhet të ketë pasur një tumor në kokë dhe kjo duhet të ketë qenë shkaku që ata e kanë hapur. E kanë kuruar dhe pastaj do të shkosat pa një ora. Ishte 2500 vjeçare skeleti, 2500, 400 vjet para erës së re. Po. Ky është rast dhe me këtë misteri madh si mund të operohesh në atë kohë nga koka. Shiko sa gjëra nuk di. Unë e besoj.
Po jo e besoj, po s'ka këtë jetë shkenca. Këta sotmit nuk I besojnë. Të them edhe tjetrën. Se unë mendoj që historia ka qenë ciklike, po Do të them edhe tjetrën, shumë pretendime që kanë lidhur me autoktonin, unë merrem tani me një libër, për të thënë, prandaj ne shumë gjëra na kalojnë kështu, thot Skënderbeu, kthehemi Barletit, gjithmonë për autoktonin, që fatkeqësisht duhet të ngrihem edhe akademia. Edhe akademia. Është vetëm studimi dhe po të punohet nga 15 orë në ditë. Ndryshe nuk mundet të dalim dhe të përballemi me të tjerët. Kam pasur edhe 2 shkrime të fundit ndaj asaj që kam pasur pretendime grekët në gazetën e tyre qendrore, Protothema. Presë dhe reagimet, nuk ka asnjë reagim. Nëse ne flasim dhe punojmë vërtet mbështetur mbi fakte shkencore. Ku e ke botuar shkrimin? Është ex libri, sepse gazeta qendrore greke. Po pse s'ja dërgove këtyre ta botonin në greqisht vetë këtyre që e marrin grekët nëse ashtu. E marrin? Patjetër. Dhe nëse do të ketë një pasaksi. Ty sidomos të mbajnë në dylbi. Por ka atje studius serioz vërtet që ashtu. Dhe në botimet në këto që merrem tani me shumë rëndësi që lidhet me këtë dhe që Skënderbeu e përmend kur bën thirrje për të bashkuar ndaj veçanërisht në rrethimin e 2 të Krujës, që ka një goditje shumë të rëndë. Sultan Murad. Ai u drejtohet edhe forcave shqiptare, thotë, dhe shqiptarët kudo të jetojnë, thotë, këtu në Epir, në Maqedoni dhe në More. Sepse disa kanë qenë në More, të themi gjë që ta dish tash ti kështu për herë të parë. Ka marrë dokumentat, është një studios shumë serioz turk. Levent Kaliatan. Ka një studim gati 400 faqe. Shqiptarët në More, kur e kanë pushtuar Moren, kuptohet si çdo pushtues punë e parë bëjnë. E gjen do të libër në anglisht? Ta japun, në anglisht ta japun. Shumë interesant. Përpiqemi të botojmë. Un kam një libër që po e bëj gati, thash edhe pak kur erdhëm, që është një autor britanik është ai, ka shkruar për humbjen e shqiptarëve dhe turqëve dhe bullgarëve nga luftrat ballkanike. Dhe ka bërë një studim të banorëve sa ishin shqiptarë, të çfarë besimi ishin, të çfarë në të 4 vilajetet ai shqipanshëm komplet, as ka asnjë lloj interesi. Ai ka qenë thjesht një studios që ka pasur këshëri të madhe për këto gjëra dhe ka lënë një super vepër. E kam përkthyer, do ta redaktojmë. Shumë interesante. Dhe është volumi. Ndërsa te këto, ai ka marrë gjithë regjistrat ato që jeton defterët kadastral Osman. Film base pushtoni janë shumë të saktë. Jashtëzakonisht, po sepse do merrte taksat, ai nuk I bënte për qëllime nacionaliste, as etnike. Ai ka një kolon aty që thotë çfarë është Arnaut apo Romej janë grekët, kështu rriteshin. Dhe ai ka bërë është regjistri kadastral I Mores. Kur I kam lexuar që të jemi sinqert, të flasim shumë sinqerisht, që më thosh kaq, unë sigurisht edhe I kam parë vetë nga afër, dhe habitesha kaq shumë fshatra, Arvanit, kaq shumë fshatra, dhe prap, do me të më duke si, ata kanë bërë regjistrimin. Mos jam të shmendur, thua. Po, e di që thotë regjistri? Toqët, regjistri ka dasa me fshatra dhe me familje, me emra dhe mbi emra, është e çuditshme shumë, në gjithë territorin e Peloponezit, pa folur për Atikën, Atika ku është Athina e sotme dhe krajina rreth, mbi Atik është Beotia, ku është Thiva dhe këto tjera, dhe Eubeja që është ishulli më I madh. Këto le të flasim një herë tjetër, po të flasim vetëm për Moren. Me fshatra, me banor, me të tëra. E disa përqind zën shqiptar dhe sa grekët në Pelopones me 1461. 72.4% e vendbanimeve në Pelopones, 72.4% ta përsëris dhe një herë, janë shqiptare. Janina më duket është pushtuar nga turqit në 1430 më duket. Sepse turqit I filluan pushtimet nga vitet 1370, mirë po pas... Ka qenë dhe më të hershëm, sepse e di kush I ka ftuar për herë të parë repartet turke në Ballkan, është vetë Peranoria Bizantine në konfliktet e brendshme. Pastaj së dyti në mënyrë masive I kanë ftuar serbët e Stefan Dušani. Po, I kanë përdorur si mercenarë, ata erdhën pan dhe fituan. Bravo. Dhe pas vrasjes Sultan Muratit parë, që mendohet që e vravi vetë Bajaziti në fushë Kosovë, bashkë me vllajin,
edhe mori pushtetin dhe u martua me një nga ato çupat e këtyre serbëve, më duket se Vuk Brankovićit. Dhe dihet pasaj që në një luftë afër kryeqytetit sotëm të Turqisë, Ankaras, humbën me Timurlengun Po. Osmanët dhe madje Bayezid Yıldırım'in e kapën dhe e zun peng ata. Dhe gruaja e tij quhej Mara, kjo Serbia, dhe që në akuzojnë neve që keni përzierë gjakun, thotë fisnikët shqiptarë nuk janë përzierë me turqit, vetëm në diktaturë dhe në ndun, po jo me dëshirë. Dhe aty madje këta Timurlengu merrte se e mbanin në një hark me kulpra kështu të rrethuar aty me kulpra të trasha, edhe rreth e rrotull rinin këta mongolët generalet që qeverisnin ushtrinë, dhe e detyronin marën vinde shërbente lakuriq, ju çonte këtyre dhall ose ujë ose dhe ai e shikonte nga brenda, po kishte bërë 4 fëmijë me ata dhe u lërinte Bayeziti. Dhe pasaj pas luftës që bën 4 vëllezrit, nuk e di, pasaj fitovi njëri, kështu që në vitet 1402-1403 më duket, këta filluan të riktheheshin prap. Dhe me 1430-ën është pushtuar. Unë kam botuar një libër nga burimet osmane, Enver Pashazade dhe një pjesë kanë qenë është burim i rëndësishëm për historiografin. Dhe i kam botuar një pjesë të atyre nga burimet osmane se çfarë luftra që kanë bërë osmanët, çfarë masakra kanë bërë në popullin ton. Ata mburen dhe i tonë me krenari masakrat. Ai madje një vend thotë luftarët tonë u ngjitën deri atje thotë ku pulës i thyen çapojnë të thotë dhe i kapën këta armiq të tmerrshëm thotë me flokë të gjata thotë edhe me veshje të çuditshme thotë dhe femrat e tyre i morëm robina thotë dhe i shitëm edhe i përdunuam edhe domethënë ngjarje jashtëzakonisht të dhimbshme dhe të tmerrshme. Këtë që thatë ju, po. Nëse se thonë më turqit ka fatkeqësisht ka ende nga ata që thonë turqit e vendosën çfarë rendin më. Po masakrat dhe krimet që kanë bërë nga më të llahtarshmet, nga më të llahtarshmet. Kjo ndodhi më pas edhe mbas janë disa. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje, më fal, pa ta zgjatur këtë, është unë kam mbaruar shpejt është për masakrën e manastirit. Po. Besoj 1830. Ku u vran tërbelerët e çoftë-kërisë. Gjithë fisnikëria. Edhe u vran me pabesi. Po, se i ftuan për bisedime, i varën armët brenda atje dhe vajtën të diskutonin për reformat e Tanzimatit. Po. Dhe aty kanë ngrirë në mënyrë barbare. Kjo e dëmtoi Shqipërinë që vonesën në shpalljen e pavarësisë. Beti pa elitë shoqëria shqiptare. Po. Edhe që ishin të gjithë, sepse një vit më përpara ishte bërë një kuvend, është kuvendi i Beratit, është shumë i rëndësishëm. Dhe di çfarë ishte vendosur, u vendos kuvendi i Beratit? Ishin rreth 200 burra që merrin pjesë nga elita shqiptare e gjithë Shqipërisë mes veriut dhe të jugut. Dhe ka qenë drejtuesi i kuvendit, organizatori i saj ka qenë Ismail Qemal Vlora, gjyshi Ismail Qemalit. Dhe bashkë me të, numri 2 ka qenë një kolonjar i juaj, që është zyliftar Pota, një burr i jashtëzakonshëm. Dhe aty kanë thënë përfundimisht, ne do të kërkojmë nga portat largojnë përfaqësuesit osman nga administrata, dhe ne pastaj nga drejt të bëjmë dovletin tonë, të bëjmë shtetin tonë të pavarur. Dhe thot dokumenti osman shumë interesant thot. Një spion i tyre thot me njerë thot që ishte pjesëmarrës vajti njoftoi thot dhe nga dal ata organizuan këtë pastaj vrasjen e Ismail Qemalit, doni dhe që në fakt nuk zyliftar Potës nuk e arritën dhe pastaj të gjithë këtë realizuan i tregon në manastir. Për këtë ngjarje i kujton dhe Qerembe Vlora dhe tregon pasaj edhe disa peripecit familjes së tyre kur një nga përfaqësuesit e familjes Vlora në mos gaboj yri në tendi që vrapja të pashan. I kam lexuar kur u botuan atëherë në fillim dhe tash nuk i kujtoj dot me detaje se duhet të updatohesh ti rishikosh prap. Koha profesor me ju ikën shumë shpejt. Tashi nuk e di nëse do të vish të vazhdojmë disa tema që unë i kam zgjedhur, po të kesh kohë dhe ndonjë ditë tjetër të bëjmë edhe një bisedë tjetër, kur të kesh kohë, ndoshta të enën tjetër. Ti ma kërkoj publikisht, do ta them publikisht, po do të vi. Po, faleminderit, falenderoj.
Të nderuar shikues, besoj që kemi bërë një bisedë shumë interesante me mikun tim dhe studiuesin Irakli Koçollari. Shpresoj që dhe ju t'jeni kënaqur dhe të keni plotësuar diçka nga kultura juaj apo nga këlqëria juaj mbi historinë. Edhe njerë duke u kujtuar mos harroni t'i bëni subscribe dhe në emrin tuaj falenderojmë dhe njerë profesor Irakli Koçollarin dhe ju bëjmë dije që mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton. Natën e mirë. Faleminderit.